Pas rreth 30 vite shpritje, banorët e lagjës dush në Vaun e Dejes tashmë kanë një rrugë të rehabilituar dhe të shtruar. Aksi rrugor, i amortizuar prej dekadash, ishte kthyer në një problem të përditshëm për banorët, veçanërisht gjatë periudhave merreshje. Banorët kishin kërkuar ndërhyrjen e bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës, ndërsa tashmë punimet kanë përfunduar dhe rruga është vënë në funksion. Kryetari i Bashkisë Vau Dejes, Kristian Shkreli, thotë se rehabilitimi i këtij aksi ishte një kërkesë drejt për drejt e komunitetit dhe se ndërhyrja synon të përmirësoj kushtet e lëvizjes për banorët. Një rrugë që 30 vite është kanë në gjendje shumë të keqe, skandaloze, e cila sot po mohet një fjalë e dhënë këtyne banorëve, këtyne miqve tonë, dhe sot po shtrohet asfalt, dhe besoj që ju lehtëson jetën banorëve të zonës, qarkullimin me makina dhe fëmijët që shkojnë nëpër shkolla, sot nuk shkojnë më nëpër balë, por shkojnë nëpër asfalt. Ky investim bëhet me fondet e Bashkisë Vau Dejes. Ky investim është rreth 100 milion lekë të vjetra. Sipas Shkrelit, ndërhyrja ka një rëndësi të veçantë edhe për fëmijët e zonës, të cilët e përdorin këtë rrugë çdo ditë për të shkuar në shkollë dhe për lëvizjet e tyre. Me përfundimin e punimeve, pritet të lehtësohet qarkullimi i mjeteve dhe lëvizja e këmbësorëve, duke përmirësuar aksesin e banorëve të Dushës me pjesët e tjera të zonës. Ndërhyrja vjen pas një periudhe të gjatë së cilës rruga kishte mbetur e amortizuar dhe pa një investim të plot, duke e kthyer rehabilitimin e saj në një prej kërkesave kryesore të komunitetit.